TikToku prodhoi një zhurmë shumë të madhe në Shqipëri. Aktualisht ne nuk e dim nëse është mbyllur realisht TikToku, kanë njerëzit apo s'kan qasje aty. Dhe përveç kësaj, unë dua të them që unë personalisht mendoj që TikToku është një nga gjërat më skandaloze që mund të ekzistojnë. Ka dhe gjërat mira aty brenda, po terrorizmi psikosocial, dhuna dhe mbi të gjitha i ka dhënë një platformë gjithë hajvanëve, mitomanë dhe narcizist. Po në këtë sens, ju e keni përcaktuar qëndrimin personal, çfarë qëndrimi do të bani ju për mbylljen ose ekzistencën e TikTokut? Mirë mbrëma njëherë, unë falenderoj shumë për ftesën, si unë, si shokët dhe shoqet e mia. Jam shumë falenderuese që jemi sot këtu për të na dhënë akoma më shumë rëndësi fjalës sonë si rinia e vendit dhe e ardhmja e shtetit tonë. Për sa i përket TikTokut, është një platformë që është mbyllur zyrtarisht, por vazhdon akoma përdorimin për sa i përket adoleshencës me anë të VPN-ve të ndryshme, të cilat janë shumë të lehtë të aksesueshme. Në mendimin tim personal, TikToku është një aplikacion i cili nuk i shërben shoqërisë tonë, por jo vetëm ai, janë shumë aplikacione të tjera, siç po duket fare qartë që TikToku u mbyll, por janë hapur dhe mund të them 10 aplikacione të reja, të cilët bëjnë të njëjtën punën e TikTokut. Në qoftë se ti do kishe marrë një vendim personal, do ta kishe mbyllur? Nuk do ta kisha mbyllur. Mund kisha vendosur disa barriera, por nuk do ta kisha mbyllur, sepse kjo e agravon më shumë situatën. E rëndon situatën. Esdi, jeni të ishit, jeni të përgatitur për të parë gjithë drejthijet e një platforme o të disa platformave shumë të fuqishme, apo shkoni me një lloj naivitetit të bukur në drejtim të tyre? Atëherë, unë mendoj që për të parë gjitha këto dimensione duhet të kaloj pak kohë. Pra, TikToku nuk është se është një aplikacion i cili është përdorur tani së fundmi, ka pak kohë që përdoret në Shqipëri dhe në botë, dhe duke kaluar kjo kohë ne arritëm të shikojmë domethënë këtë pikë kaq të kulminante, si të thuash. Unë gjithashtu i bashkoj mendimit Kesit, që ndoshta mbyllja nuk është zgjidhje pasi nëse do ta shikojmë në një këmbvështrim tjetër, do të shohim që përdorimi i fshehtë do të na bëj që këto të këqija të jenë akoma më të fshehta dhe kjo është një gjë akoma më e keqe për mendimin tim. Dua t'i them Divinit që ju jeni nga grupimet më të mira të gjimnazeve, ju jeni vajza e djem të shkëlqyer, ju bëni teatr, shkruani ese, keni pasione, jeni të sjellshëm dhe të pashëm me familje të mira. Pra, unë nuk kam mundësi t'ju kriminalizoj juve për atë që ndodh